Unë nisëm në Zubin Potok për me tregu që ishte në hap një qendër e re postare në këtë komunë, pra në qendër, për shkak duke u nisur nga zëdhënësit të partisë në qeverisë me Kosovën, Alin Banxhukës, edhe kur shkum në Zubin Potok e pam që nuk është hapur. Pra, punëtorët aty na thanë që faktikisht nuk na lanë as me qiru, fillimisht me pretekstin që janë duke punuar dhe kanë mbeturina dhe nuk bën se kanë gënjy se nuk është hap. Kjo e interesante, ne u nisëm për ta treguar që është hap kjo qendër postare, por del se nuk është hapur. Pasi na thanë se kanë gënjy, domethënë njerëzit që qeverisin me Kosovën, pra punëtorët, ne po shkojmë edhe në Zveçan me këshyr. A ka gënjy qeveria, njerëzit e qeverisë që janë hapur dy qendrat postare, apo çfarë po ndodh? Nga Zubin Potoku erdhëm në Zveçan dhe si shpeshini edhe këtu qendra postare, domethënë postës së Kosovës, nuk është hapur ashtu siç thoshte zëdhënësi i partisë në pushtet, i cili në një postim në rrjetet sociale që u shpërnda goxha shumë nga mbështetës të partisë dhe zyrtarë të qeverisë, nuk del të jetë ashtu që është hapur. Por shihet që janë vendosur këto reklamat në xham, mirë po ende shihet që është mbyllur dhe dryli është i vendosur. Për dallim nga Zubin Potoku që atje ende punohej, këtu as punëtor nuk ka, por dera është e mbyllur.